Fondacioni Imane në bashkëpunim me fundjavë ndryshe ka vijuar nismën për të pajisur me karrige me rrota personat para dhe tetraplegjik në të gjithë Shqipërinë. Qëllimi është i qartë të ndihmohen këta persona për të pasur një jetë më të lehtë, më të pavarur dhe me mundësi të barabarta për të integruar në shoqëri. Pas shpërndarjes së 270 karrigeve në Tiranë, ndalesa e radhës ishte në qytetin Vlorës, ku dhuruan 170 karrige për personat me aftësi të kufizuara nga i gjithë qarku. Ceremonia u zhvillua në Pallatin e Sportit Flamurtari, ku 10 përfitues dhe familjar të tyre ishin të pranishëm për të marrë këtë ndihmë jetike për lëvizjen e përditshme. Kjo nismë është bërë mundur falë mbështetjes të themeluesit të fondacionit Mane, Zotit Zamir Mane, për kushtimit të cilit ka qenë thelbësor në realizimin e këtij projekti. Të pranishëm në aktivitet ishin përfaqësues të pushtetit vendor, të shërbimit social shtetror, si dhe organizatorët e nismës. Në fjalën e tij, drejtori ekzekutivi i fundjavë ndryshe Arber Hajdari tregoi se pas Vlorës shpërndarja do të vijojë në qytete të tjera, madje edhe der më der, për të ndihmuar ata që nuk kanë mundësi të dalin nga banesa. Është një projekt kombëtar që Fondacioni Fundjavë Ndryshe ka nisur së bashku me Mane Foundation për të shkuar në çdo der, në të gjithë Shqipërinë dhe për të mos lënë askënd i cili ka nevojë për një karrocë. Ndërkohë Erion Drecka, drejtori ekzekutiv i Fondacionit Mane, premtoi se nisma do të shtrihet në të gjithë Shqipërinë, duke siguruar që çdo person me aftësi të kufizuara të ketë mjetin e duhur për të qenë më i pavarur dhe më i përfshirë në jetën e përditshme. Kemi nisur në Tiranë dhe sot jemi në Vlorë, kur kemi dhuruar rreth 200 karrige për komunitetin e qarkut të Vlorës. Objektivi kryesor është natyrisht integrimi i tyre në shoqëri dhe një jetesë dinjitoze. Karriget do të dërgohen në ditët në vijim edhe atyre që nuk mundën të jenë të pranishëm në këtë aktivitet, ndërsa organizatorët theksojnë se kjo është vetëm një pjesë e angazhimit afatgjat për të ndihmuar këta persona. Fondacioni Imane, që prej themelimit të tij ka kontribuar në fusha të ndryshme si arsimi, rinia, kultura, mjedisi dhe ndihma për personat në nevojë. Me projekte të vazhdueshme dhe bashkëpunime me institucionet vendase dhe ndërkombëtare, fondacioni synon të krijojë një shoqëri më të barabartë, ku çdo individ ka mundësi të jetojë me dinjitet.